Ditën e mërkur, pamfleti publikoi skandalin e rënd se ministri i drejtësisë Besfort Lamallari nuk ka certifikat sigurie CSP. Kusht ligjor të cilin kryeministri Edi Rama e ka shpërfillur, duke emëruar në këtë post të rëndësishëm, fakt që dëshmon se edhe gjatë 7 viteve si zëvendës ministri i brendshëm nuk ka pasur certifikat sigurie. Por dokumenti zyrtar që po publikojmë sot vërteton se edhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda nuk ka pasur dhe nuk ka certifikat sigurie, për shkak të mungesës së integritetit dhe mungesës së besimit për të kryer detyra të larta në polici. Edhe në procedurën për emërimin e Ilir Prodës, kryeministri Edi Rama shpërfilli dhe shkeli ligjin për integritetin e personave që emërohen në funksione të larta të luftës kundër krimit dhe sigurisë kombëtare, ku kushti i parë është besimi shtetëror ndaj tyre. Mungesa e certifikatës së sigurisë për Ilir Prodën u konstatua gjatë hetimit dhe rivlerësimit të integritetit dhe figurës, fakt që përbën skandal të rënd në emërimin e tij si drejtori i përgjithshëm i policisë, post në të cilin qarkullojnë informacionet e brendshme dhe ato të agjensive partnere të SBA-BE-s për sigurinë dhe grupet kriminale. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK) me shkresën e datës 25 maj 2023 informoi Komisionin e Vettingut dhe Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore se kryepolici Ilir Proda nuk ka certifikat sigurie CSP, por mungesa e certifikatës u kalua në heshtje. Sipas dosjes personale në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, Ilir Prodës ju hoq certifikata e sigurisë në muajin prill 2022, kur ishte zëvendës drejtori i Policisë së Qarkut Elbasan, pas raportimit të Shishit për krijim lidhjesh me eksponent të krimit në Elbasan, Tiranë dhe Durrës. Në fund të muajit shtator 2024, një javë para emërimit në krye të Policisë së Shtetit, ish ministri i brendshëm Ervin Hoxha si propozuesi i Ilir Prodës, kryeministri Edi Rama si autoriteti që emëron drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe vetë Ilir Proda si aplikues për këtë post, kërkuan informacion dhe paraqitën kërkesë për pajisjen me certifikat sigurie CSP. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK) i vuri në dieni se Ilir Agim Proda nuk ka certifikat sigurie dhe është në proces verifikimi të figurës dhe integritetit, duke mos e pajisur me certifikat. Për këtë vendim, DSIK u bazua në informacionet që dispononte vetë, por edhe në faktin se më 17 shtator 2024, 2 javë para emërimit në krye të policisë, SPAK i sekuestroi telefonin Ilir Prodës në kuadër të hetimit ndaj tij për lidhje me bandat kriminale të Elbasanit gjatë viteve tetor 2021, shtator 2024, kur ishte zëvendës drejtor dhe drejtor policie në këtë qark. Ky rast përbën skandal të rënd shtetëror, sepse certifikata e sigurisë CSP është dëshmia e besimit që shteti dhe agjensitë partnere të SBA-BE-s dhe NATO kanë te drejtuesi i policisë së një vendi, të cilit i besohen informacionet e klasifikuara. Nivelet e certifikatës së sigurisë përfshin informacionet e klasifikuara konfidencial, sekret dhe tepër sekret, të cilat prej 16 muajsh kanë kaluar në duart e kryepolicit Ilir Proda, megjithse ai nuk e ka këtë certifikat. Nuk besojmë se pas publikimit të këtij skandali, drejtuesit e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar do t'i japin Ilir Prodës një karton certifikat sigurie në ujdi me shefin e tyre Edi Rama, për aq kohë sa ai ka telefonin të sekuestruar dhe është në hetim nga SPAK për lidhje me bandat e krimit.